Korsikanga e zogut verës, që vallëzon në vlerim të trillit, ngjashtu a kjo gjuha jonë shqiptare. Fol Shqip, Albafon. Albafon filloi të flas shqip, së shpejti sallon ekspozues në Gostivar. Teleshikues të nderuar, përshëndetje dhe mirëmbrëma. Mirë se vini në këtë edicion të lajmeve këtu në studion e TVD. Sapo i ndoqëm së bashku disa nga ndodhitë që shënuan këtë ditë. Këto dhe shumë informacione tjera, menjëherë pas një shkputje të shkurtër publicitare. Qëndroni me ne. Forsi ambli flat i erës, që lëmon gjitë të randofilit. Ngjashtu a kjo gjuha jonë shqiptare. Fol Shqip, Albafon. Operatori i vetëm shqiptar i telefonisë celulare në Maqedoni, Albafon, ka filluar me punë ditën e sotme. Kompania ka hapur 2 sallonet e para në Shkup, rreth të gjata njerëzish janë parë duke pritur për të pajisur me numrat të këtij operatori celular që paralajmëron risi e shërbime cilësore dhe konkurrente në tregun e telefonisë celulare. Ndërsa në Gostivar, salloni i Albafonit pritet të hapet jo më larg se muajin tjetër. Ne jemi shumë të lumtur që kemi arrit të realizojmë një dëshirë të çdo shqiptari që më në fund edhe në Maqedoni të flitet shqip, të flitet lirshëm shqip, edhe të kemi një brand, një kompani me cilën do të mburret çdo shqiptar. Mbas statistikave të fundit, 84% të shqiptarëve janë në T-Mobile, 6% janë në One dhe 10% janë në VIP, që i bie që shumica e shqiptarëve janë në T-Mobile. Ne do të kemi mbi 30% çmime më të lira se T-Mobile. Do të kemi pakot që T-Mobile as në ëndër nuk mundet t'i shef. Do të kemi shërbime që T-Mobile as në ëndër nuk mundet t'i shef, kështu që ani pse jemi kompani do thotë e re, dhe nuk jemi prej gjiganteve si që janë T-Mobile në nivel botëror, ne e dim se çka i duhet shqiptarëve, ne e dim se çfarë pozite janë shqiptarë, si janë trajtu nga këta operatorë, sepse vetëm u kanë marrë të holla dhe nuk i kanë dhënë asgjë. Këta operatorë nuk kanë jetu me shqiptarët, këta operatorë kur i kanë zhvillu produktet edhe shërbimet nuk i kanë marrë parasysh shqiptarët. Vetëm i tek operatori i cili vërtet flet shqip. Mbrëm në Shkup është bërë edhe lansimi i kësaj kompanie në një mbrëmje gala me shumë surpriza dhe shumë mysafir. Ekipi i TVD ishte në mesin e medjave që ndoqën këtë eveniment. Pas edicionit të lajmeve në rubrikën Trofe, do të keni rast që të ndiqni një kronik më të zgjeruar për fillimin me punë të operatorit të vetëm shqiptar të telefonisë mobile në Maqedoni, Albafon. Mes tjerash do të ndiqni edhe intervistën e bërë nga kryeredaktori i në Driton Zenku me drejtorin e kësaj kompanie, Ardian Hoxha. Fol Shqip, Albafon. Me moton Fol Shqip edhe zyrtarisht ka filluar së funksionuari operatori i 4 i telefonisë mobile në Republikën e Maqedonisë, Albafone. Gjithçka shqip dhe me një atmosferë impozante me një gala mbrëmje, të enjtën në Shkup solemnisht është shënuar fillimi me punë dhe lansimi në treg i kësaj kompanie. Drejtori i saj, Ardian Hoxha,
Para mysafirëve të ftuar potencoi se Albafon po hapet për t'i shërbyer klientët shqiptarë në Maqedoni, duke shtuar se kjo nuk është një politik, por një parim mbi të cilët është ngritur kjo kompani. Me moton Folë Shqip, Albafon synon të plotësoj të gjitha ëndrat dhe nevojat e komunikimit të popullatës shqiptare në Maqedoni. Normalisht se ne jemi në shërbim të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe të gjithë janë të mirëseardhur, por target grupi ynë primar janë popullata shqiptare në Maqedoni. Me këtë, po ashtu dua të theksoj se duhet të dallojmë biznesin dhe politikën dhe kur bëhet fjalë për Albafon të mos i përzihen këto. Ne sinqerisht besojmë që do të sjellim freski në biznesin e telekomunikimit dhe normal nuk kemi se të fshehim se ne synojmë të jemi një kompani udhëheqëse në tregun e komunikimit në Maqedoni dhe të inkurajojmë inovacion dhe kreativitet në industrinë tonë. Hoxha njoftoi se tashmë një ekip i madh i njerëzve profesionistë në të gjitha fushat kanë bërë shumë përpjekje që kompania të jetë gati dhe të shërbejë konsumatorëve me devotshmëri. Albafon sjell në treg ofertën e parë, e cila është vërtet e jashtëzakonshme. Duke bler kartel prej 250 denar, klienti përfiton 250 denar mbushje. 3 muaj falas brenda rrjetit Albafon pa kur far kufizimesh, si dhe 73 minuta falas me të gjithë operatorët e tjerë. Dhe jo vetëm kaq, për të gjitha shërbimet, Albafon Flet Shqip, si distributor të Albafon, janë angazhuar disa kompani të mirënjohura në këtë fushë dhe kështu kompania do të jetë shumë afër konsumatorëve në të gjithë Maqedoninë dhe vazhdimisht do të zgjeroj rrjetin e saj për të ofruar shërbim sa më cilësor. Janë përgatitur një sër shërbime shtesë që do të lehtësojnë komunikimin dhe njëkohësisht do të jenë unike. Këto shërbime do të jenë prezent shumë shpejt në treg. Teleshikues të nderuar, kjo ishte e tëra që përgatitëm për këtë edicion lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri në edicionin e radhës bashkë miru pafshim. Si ushtima e një tërmetit. Ngjashtua kjo gjuha jonë shqiptare. Folë Shqip, Albafon.